Përshëndetje Don. Për çfarë jemi këtu sot? Atëherë, ne jemi duke mbledhur 100.000 firma, pra 50.000 firma për investitorë strategjik, për ligjin për investime strategjike dhe 50.000 firma për paketën e maleve. Ne kërkojmë që t'i çojmë në referendum këto dy ligje, sepse i akuzojmë këto dy ligje që nëpërmjet të cilave po përvetësojmë pronë publike dhe po krijojmë një luftë sociale midis njerëzve, pra po ngatrojnë njerëzit dhe po i çojnë në konflikte sociale. Për këtë arsye, ne jemi drejtuar KQS-s mbi bazën e ligjit për referendumet dhe kemi marrë formularët model tip të miratuar nga KQS-ja dhe po mbledhim nënshkrimet e qytetarëve ashtu siç i parashikon ligji për t'i dërguar këto dy ligje në referendum. Në ditën e sot të referendumit, të mbledhjes firmave jemi sot. Ne jemi në ditën e 12 sot që kemi nisë mbledhjen e firmave. Mbledhja firmave po shkon jashtëzakonisht shumë mirë, njerëzit po reagojnë dhe po vinë dhe po firmosin masivisht. Gjithashtu ne jemi të stacionuar këtu tek kulla e Sahatit, por kemi kruvat tona që po mbledhin firmat edhe në vende tjera të Shqipërisë. Gjithashtu edhe nga jashtë diaspora jon po angazhohet dhe po plotësojnë këto formularë dhe po i dërgojnë të nënshkruara. Çdo firma janë mbledhur deri sot? Deri tani kemi mbi 12.000 firma që janë mbledhur. Duhen që siç e thash 100.000 firma, pra 50.000 për njërin dhe 50.000 për tjetrën. Afati është deri në fund të shtatorit, por ne sipas gjitha gjasave me këtë ritëm ne i mbyllim shumë më shpejt. Atëherë një qytetar mund të firmosë për të dyja, është e vlefshme. Absolutisht, pra firmos ka një formular për njërin dhe një formular për tjetrën. Formulari fillimisht për njërin, plotëson ato rubrikat për njërin, pastaj plotëson rubrikat për tjetrën dhe ne jemi të bindur që këto do të shkojnë në referendum dhe jemi të bindur që qytetarët do të votojnë dhe do të dorëzojnë këtë ligj. Kemi një thirrje për qytetarët nëpërmjet. Thirrja ime është për të gjithë qytetarët që të vinë dhe të paraqiten e të firmosin. Ne fillimisht jemi këtu të vendosur te kulla Sahatit në Tiranë, por sigurisht do jemi në Fier, në Vlorë, në Shkodër, në çdo qytet Shqipërisë. Absolutisht do të njoftohen edhe pikat së ku dhe oraret së kur do të fillojë dhe kur do të mbarojnë mbledhja e këtyre firmave. Kam thirrje për gjithë qytetarët që të paraqiten me një kartë identiteti ose pasaport shqiptare dhe të nënshkruajnë me qëllim që të çojmë në referendum këtë dy ligje. Faleminderit.